Ka thënë alayhi salatu wasalam, çdo kafsh që ka kriju Zoti në tokë, ditën e xumë, kur ta mrihet këtë fazë, pak para se me lind dielli, kur përfundon atë dhe hin koha e sabahut, thot musiqatan ripezu. Nashta dita e kiametit sot. Ripezu. Nashta bot kiametit sot. Deri të lindë dielli. Kur të lindë dielli, thotë diçka s'ka në kiamet. Thot krejt e bojnë këta prej kafshëve, thot alayhi salatu wasalam, pos biri Ademit. Biri Ademit qohet sabah, leqi ka i sabah. Pa i plani vesh të më ngu muhabet, apo ta. Ai leqi ai nuk mërzitet se ka i sabah. Ai nuk mërzitet se sot e ka ditë humbur, e ka ditë dështume. A nuk i vën marrë një njerit i cili shembull ta zona nuk i çon farzët e Zotit vën, çish duhet mu qun në sabah e në aksham, në sabah e ndrek i kindi e aksham e jacimi gjikur të tjerët. Po ti be inderum sabahit ka ik, ti farzën e Zotit si ki qun vet. Kujt i fol për Zot? Zoti na fal, ja Rabbal Alamin. Ka ndoj vëzë, shko, çdo kafsh ka, ço. Edhe prit ditën e xumë, mos bëhet kiameti. Desa lindë dielli. Pos biri Ademit. Biri Ademit ka qerat. O, dhe lehti sa po që më i kajtë se kena punë na.